Vazhdojnë përplasjet mes pushtetit dhe opozitës për ndikimin e votës serbe në vend. Partia opozitare LSDM ka akuzuar kryeministrin Hristijan Mickoski për ndikime nga Beogradi, pasi po vepron sipas urdhrave të presidentit serb Vučić, gjë që sipas tyre e vë Maqedoninë e Veriut në rrezik regresi dhe izolimi. Një gjë e tillë sipas LSDM-s e konfirmojnë edhe raportimet dhe analizat nga mediat europiane dhe ndërkombëtare për ndikimin e jashtëm mbi vendimmarrjen politike të vendit. Pikërisht për këto çështje, sipas LSDM-s, zyrtar amerikan kanë paralajmëruar dhe zgjerim të listës së zezë. Mickoski nuk është një lider i pavarur, por një marionet në ndikim të drejt për drejt nga Beogradi, gjë që e vë vendin tonë në rrezik, regresi dhe izolimi nga Evropa. Kjo nuk është vetëm një akuzë e jona, këtë e konfirmojnë raportime dhe artikuj të shumt të mediave evropiane dhe ndërkombëtare. Maqedonia e Veriut, Serbia dhe Malizi presin emërimin e ambasadorëve të ri dhe pritet edhe zbatimi i një politike të re amerikane kundër krimit dhe korrupsionit me sanksione për lider të korruptuar. Zyrtar amerikan theksojnë zgjerimin e listës së zezë për politikan dhe biznesmen të përfshirë në korrupsion dhe krim të organizuar, thonë nga LSDM. Ndaj akuzave të opozitës ka reaguar partia në pushtet VMRO DPMNE. Sipas tyre, deklaratat dhe analizat e dërguara nga Beogradi, të shkruara nga ish-këshilltari i Zaevit, Mashanović, e bëjnë Venko Filipçen si opozit me ndikim kryesisht në Serbi dhe jo në Maqedoni. Nga partia në pushtet njoftojnë se nuk ndërhyjnë në çështjet politike të Serbisë dhe se prioriteti i kësaj partie mbetet gjithmonë interesi i qytetarëve të Maqedonisë. VMRO DPMNE nuk ndërhyn në çështjet politike të Serbisë dhe për ne interesi i vetëm është interesi i qytetarëve maqedonas. Kur lakmia e Zaevit bashkohen me servilizmin e Filipçes, rezultati i një simbioze të tillë është Zaevçe. Kur kjo simbiozë e re politike Zaevçe shfaqet në skenën shoqërore në Maqedoni, LSDM e ka bërë veten mas dhe pjatë shërbimi për të gjitha forcat që duan të përfitojnë nga partia për interesat e tyre personale, thonë nga VMRO DPMNE. Nga VMRO DPMNE përfundojnë duke thënë se Venko, me vizitë të artë nga Dubai, biznese dhe llogari në Bullgari dhe mentor politik nga Serbia, me kujdestar Zaev, nuk mund të jetë ardhmja e këtij shteti.